Kryedemokrati Sali Berisha tha se Partia Demokratike mbështet fuqishëm investimet e huaja në përgjigje të interesit të mediave për qëndrimin e tij për projektin turistik në Zvërnet. Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Në anën tjetër, lideri i opozitës dënoi me forcë si shtat dhunimin e protestuesve. Në qoftë se është fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e dënoi atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e dënoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Berisha tha se mbështet hetimet për pretendimet për tjetërsim pronash, por theksoi parimin se shteti duhet i dalë për zot firmës kur bëhet fjalë për projekte madhore. Në qoftë se ti vjen, nuk jam unë ai që them se s'di që janë dokumentat, po që dokument shtetëror do t'i dalë zot dhe do marrë përgjegjësi. Do t'i dalë zot dhe do marrë përgjegjësi. Kështu është shteti. Qëndrimet për këtë çështje kryedemokrati i shprehu pasi zbatoi masën e sigurisë detyrim paraqitjeje në prokurorinë e posaçme, nga ku vijoi akuzat ndaj shkreu të SPAK Altin Dumani. Ju e shifni se çfarë figura, çfarë personi ka patur në dorë prokurorinë speciale, ndaj dhe ky mbetet vetëm një armik i egër i pluralizmit. Në konferencën me gazetarët, Berisha u përqendrua tek kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, ku siç tha demokratët votuan për ripërtëritjen.